Shifna Rajan Afrodit, përshëndetje dhe faleminderit për çdo informacion që përcjell tek ne. Kam gocën 9 vjeçe dhe ka një vit që ma bën këtë pyetje, ndoshta nuk është shumë e qartë në përgjigjen që unë i jap, dhe pyetja e saj është pse vdesin njerëzit. Si do ishte më mirë të t'ia shpjegoja, si mendon? Përshëndetje, Shifna Rajan. Domethënë, si thua fëmijëve dhe si themi të rriturve, sigurisht është më ndryshe, por mirë është që të dinë për konceptin e vdekjes dhe të kenë të qartë që ekziston vdekja dhe është një gjë që ndodh në këtë botë. Dhe çfarë është? Vdekja, edhe nga aspekti etimologjik, unë kam bërë në fakt disa video, po dua të dërgoj. Vdekja do thot des, do më thënë des si ndarje. Pra, shpirti që është brenda trupit, ikën nga trupi, ndahet nga trupi, edhe atëherë kjo quhet vdekje. Mirë po, shpirti vazhdon ekzistencën. Pra, trupi jashtëm fizik mbaron, skadon, dhe shpirti vazhdon ekzistencën e tij dhe do t'i jepet një trup tjetër, një ekzistencë në bazë të karmave që ka, sigurisht, koncepti i karmave. Pra, vdekjen në fakt nuk ka, ka thjesht vazhdimsi. Prandaj duhet të jetojmë në këtë jetë në mënyrë të duhur që edhe kur të vi plakja ose vdekja, që do të thotë shpirti ndahet nga trupi, neve të kemi përsëri një ekzistencë të mirë. Mund të kesh një ekzistencë të keqe edhe pas vdekjes, nëse nuk e kryer veprimet e dura kur ke qenë gjallë. Për shembull, të lidhesh me natyrën, të kesh respektuar trupin që kesh hëngrë ushqimet e dura, e këto gjëra që mësojnë tek meditimi lotusoshëm. Mirë, përshëndes Shifna Rajan, putë gocën.